Mario Çela, vëllai i Suel Çelës, që sipas pak drejton një organizatë kriminale me bazë në Elbasan e veprimtari të shtrirë nga ndikimi korruptiv tek trafiku i drogës dhe vrasjet, u kthye me pranga për të përballur me drejtësinë shqiptare që e kishte shpallur në kërkim. 37 vjeçari u ekstradua nga Belgjika, ku ishte vënë pranga disa kohë më parë në kuadër të operacionit të prokurorisë posaçme që lëshoi 21 urdhër arreste, mes të cilave edhe për Mario Çelën. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në njoftimin publik, tha se grupi drejtuar nga Suel Çela ishte përqendruar në trafikun e kokainës nga Amerika Latine. Po ashtu, grupi dyshohet se ishte përfshirë në vrasje dhe tentativa për vrasje, goditje në një organizatë rivale në qytetin e Elbasanit, si dhe korruptimin e funksionarëve të policisë e të drejtësisë. Prokuroria e posaçme tha në njoftim se ka arritur të dokumentojë një vrasje të mbetur në tentativë në vitin 2020, përpjekjet për vrasjen e 2 personave po në vitin 2020. Po ashtu 2 tentativa për trafikimin e 930 kg dhe 466 kg kokainë nga Ekuadori drejt vendeve europiane në dhjetor të vitit 2020 dhe në janar të vitit 2021. SPAK thot se Mario Çela është përgjegjës për menaxhimin dhe koordinimin e aktiviteteve kriminale, përfshirë vrasjet, trafikimin ndërkombëtar të drogës, kryerjen e veprimeve korruptive dhe organizimin e skemave të pastrimit të parave. Mbi këto prova, GKK ka caktuar për 37 vjeçarin masën e sigurisë arrest në burg për disa vepra penale, vrasje me paramendim, organizata kriminale, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit dhe korrupsion aktiv në sektorin privat. Hetimi që çoi në goditjen e organizatës ka pasur si bazë dhe komunikime të koduara përmes Skype dhe EncroChat dhe u zhvillua në bashkëpunim me autoritetet e drejtësisë së Francës, Belgjikës, Holandës, Ekuadorit si dhe Europolit dhe Eurojustit.